Bashkia Shkodër në bashkëpunim me Shërbimin Social ka ngritur struktura të dedikuara që ofrojnë mbështetje për fëmijët në situatë rruge. Kështu shprehet specialistja e Shërbimit Social në këtë bashki Marsida Bizi. Sipas saj, këto iniciativa synojnë të sigurojnë kujdes, shërbime sociale dhe mundësi për integrim dhe arsim për fëmijët më të rrezikuar, duke kontribuar në përmirësimin e kushteve të tyre të jetesës dhe të ardhmes. Prioritet për ne si Bashkia Shkodër është që fëmijët mos të kemi fëmijë në situatë rruge. Edhe qendra multifunksionale për këtë shërben dhe gjitha qendrat e qytetit, sepse ne kemi disa qendra përkatëse ku ofrojmë shërbime të ndryshme. Dhe iniciativa jonë si bashki është, ne kemi skuadra të terrenit që operojnë, sidomos jemi në pikat kufitare, aty ku janë më të shumë të rastet dhe fëmijët në situatë rruge. Kjo është një iniciativë që bashkia ka ndërmarrë për të evidentuar rastet, për t'i mbështetur e për t'i orientuar drejt shërbimeve sociale dhe ndihmës së nevojshme, shprehet specialistja Marsida Bizi. Mund të them që është reduktuar pak, sepse shërbimet që ne ofrojmë si bashki janë të shumta. Është e rëndësishme iniciativa që bashkia ka ndërmarrë dhe jena të gjithë të përfshirë që të jemi në terren në çdo kohë, në çdo moment, ku të evidentojmë rastet dhe pse jo ti socializojmë dhe ti gjejmë strehën përkatëse dhe ndihmën e nevojshme. Bashkia Shkodër vijon njëkohësisht edhe fushate në qytet dhe pikat kufitare, duke ftuar qytetarët të mos dorojnë para për fëmijët në situatë rruge.